A mund të ndodhë në një vend të botës që kryeministri të mos pranoj auditin e shtetit? Të kujt i ka parat ai që nuk pranon të auditohet? I ka të vetat apo i ka taks paguesve? Kontrolli nuk është i qeverisë, kontrolli është i shtetit. Dhe ai ka detyrë tagër të kontrollojë, të auditojë çdo institucion sipas programit. Dhe del që jo që nuk pranohet të auditohet ai, natyrisht s'ka se po të auditohet, dalin 22 milion euro, po të auditohet, dalin me qindra kuintal valixhe diplomatike të mbushura, e dini vetë se me çfarë kanë qenë mbushura me Ismailin e tij, po të auditohet, dalin shishe 33.000 euro, Romane Konti, po të auditohet, dalin gjëra monstruoze që si një gjënë kund, ndaj edhe ai refuzon, ai merr përsipër të refuzoj auditin. Në një anë kërcënon prokurorin, në anën tjetër nuk pranon audit në shtetit. Ky është situata këtu, ky është një gjë, domethënë një shtet, narkoshtet me një fjalë, në të cilën shteti ligjor nuk funksionon, është zëvendësuar me